Siguroj shumë që kemi më tregu cili u kon tatuazhi më shtrejt që ka pagu dikush për me bo. Ja, më gjonë atë këja zdero. Shumë interesant. Mu, aq ma tepër Kevinit. Shkon, të kazo shkon me... Unë e di që shkon me seanca. Shkon edhe me malësi, shkon edhe me detaje dhe krejt ato. 4.000 euro një tatuazh. Ka pagu shqiptara? Shqiptar. Në cilën pjesë e ka bua tatuazh? është dorën, 2 durt. A, 2 durt i ka mush, ka kushtu 4.000 euro. 4.000 euro, pak si dost, pak si qështu. Se po thu që ish bo ma shtrejt? Edhe ma shtrejt, vot. Mre, Kevin. 4.000 euro, po ja vlen besojt nga duart magjike. E që e lopa Kevinit sa i bajnë? Ja vlen. Me vizatu? A dhe i thash? Po në kushte normale mës t'i shkon Kevinit? Unë e falenderoj shumë. 200. Falenderoj. Nga shta ishti në gjyra. Ka të nërë, po t'i në gjyra. E sa eksperimentojnë se na, për shkak një mësu që shumica e tatuazheve cilat i shohim të njerëz janë me zezë. Sa eksperimentojnë është atë që me i bodhe me ngjyra tjera? Unë bëj këtu për shkak pak më pak, Kosovë pak më pak vonë me ngjyra. Jashtë ku punoj shumë edhe me ngjyrë. Tonë Zvicër, Gjermani, po në Gjermani punoj shumë. Atje s'ka tatuç ose s'ka klient që nuk është pak ngjyrë. Çfarë do lloj, domethënë të kaltër të bashkë hen full me ngjyrë, full color. Këtu pak më pak, këtu nuk eksperimentojnë po mdogo këtu çaj. Jo, po drejtë me thonë edhe si tatuazh rën koja mirë black and grey, so aden. Është më mirë, je gjatësinë, qëndrueshmërinë, kredi ka më të mira nëse bëhet vesh me zezë dhe me hije po më kështu. Qëndrojnë ma gjatë. Qëndrojnë pak më gjatë. Unë edhe njerë mu këthyni një pyetje të parë që të thash, po mu përzi pyetja në fillim atjerë. Unë për shembull e shoh Jonin me disa tatuazh. A është koncept që përmes tatuazheve unë me di çfarë personi është Joni. Ato që i shpreh në vizatim të trupit. A shpreh edhe një farë emocioni me to, a shpreh edhe çfarë personi është, a është person i errët, a është person happy, a është person nashta depresiv ose kështu me radhë. Po është edhe ajo, po më shumë dallohen, për shembull ai që ka tatuazhe shumë edhe ka të mira, kolek. Zakonisht difen krejt bodi kështu, që është full tatu edhe janë tatuazhe të mira, domethënë e din me që është rishë edhe në kolek. Fukare me lindin. Është seriozisht, po thon këto e thonë gjithë botën është njësoj, domethënë. Po di, unë kam shumë të vogla tatuat, mos më kanë kushtuar hiç shtrejt. Bazike i kam unë, të vogla i kam. Për atë vazhdo nëse Joni t'ja japin, për shembull e shet tatuazhin sy, a ki bërë rrumullak edhe din se rrumullak pak. Rrumullak më bëj shumë vështirë. Nuk është ne. Ore Kevin çao. Unë për shembull një sen që më interesoi kë shumë, ja u bë ti për shumë njerëz, është një rreth që e bojnë në dorë. Edhe së fundi ku kuptu domethënë çati rreti që është që njerëz po e hopshin dikën. Edhe mandej po tash për shembull kur e pyet çfarë një tatu artist, ai më thekë që njerëz që tash në Kosovë pe harrojnë ashta domethënë çati dhe jam të e buvish për pikë të çefit. Shumica për shembull e bojnë. Ose për shembull vin bojnë angel, po mani angel zakonisht buon për dikën që e ki hup ose diçka, po den. Thotë jo, po du me bua bën kështu. Adhen, veç nëse insiston për më shumë, për lëshin e ka. Ne dojnë ashta për domethënien e tatujave të cilat ata dojnë mi bë, se për shembull, unë s'kam pas ndaj arsye ashta për me lexu shkaku që janë konkret të dizajnuar në çat aspekt që unë kam dashur me i bë, po dikush në dizajnon çat për çatë, domon bën. Po për shembull dikush se Anjeza ose dikush tjetër që ka bën një flutur, sa nështa janë të përgatitur që me lexu çka domethën një flutur për me bë tatuazh. E din, shumica e din, lexojnë pak, apo den. Po jo krejt, po një shumicë e din ç'a bojnë. Përveç